Të dashurit e mi, ju kisha rekomandu një ilaç për thënie. Gjatë rritjes personave, na zakonisht nuk i kushtojna vëmendje edhe prerjes thonit. Thoni duhet me pas një procedurë për prerje që zakonisht nana tona, gjyshet tona ose na vetë nuk i kushtojna rëndësi edhe vjen deri tek pezmetimi ose mykja e thonit, deri tek nxirja ose rrahja ose rarja, se sëm pi thëm, po qashtu mo hekat thoni vlla. Hekat thoni, kështu që ky është rekomandim që është shumë i mirë, sepse vërtet është shumë efikas. Është një mas që mundesh me ly thonin edhe vjen deri te zbutja e mishit kundër zgjanimit, sepse thoni kur të prehet, ne e prena zakonisht anësh që është e damshme kjo për me prej thonin, se vjen deri tek rritja e njerit, edhe kur të rritet njeri, qoftë shton pesh ose hum pesh, dhe gishti zakonisht thoni jetë çaj i thon që ka pas formën. Thoni duhet më prej drejt, vish drejt, për arsye se mu rrit krejt njëjt. E na zakonisht e prejna edhe anës edhe vjen deri tek mykja e gishtit ose e thonit. Kështu që ju kisha rekomandu të dashurit e mi, ju që keni kësi lloj probleme, me marrë edhe me ly thojt të kamës, zakonisht se janë shumë efikase dhe është shumë i mirë. Keni me pas një rezultat zakonisht shumë të mirë. Provoje ti sepse vërtet nesër ke më kanë faleminderues ndaj meje.